Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari përshëndeti nismën e partive që janë pjesë e koalicionit Vlen që të shkrihen në një të vetme. Megjithatë ai pranoi se deri më sot Aleanca për Shqiptarët nuk ka pasur asnjë ftesë të tillë, por nëse do të ketë, premtoi se do të shqyrtohet. Unë gëzohem që ato kanë rarë dakord, vetëvendosja LD-ja, Alternativa dhe Besa që të shkrihen, dhe përshëndes këtë akt, më pëlqen. Aleanca për Shqiptarët do të mbese si subjekt që do të tentojë përsëri të bashkëpunojë nëse këto shkrihen me një parti. Deri te ne s'ka erdhur ashtu ftesë, nëse vin do ta shqyrtojmë. Jemi miq, jemi shok dhe asgjë diskutojë që mund të hapim edhe atë temë, po për momentit gëzohem që këto janë dakorduesit të partit, vërtet më gëzon si fakt. Kryeministri i Maqedonisë Severiut mohon ndryshimet brenda kabinetit qeveritar. Pas mosmarrëveshjeve në koalicionin qeverisës Vlen, kryeministri Istria Mickoski mohoi ndryshimet brenda qeverisë, ndryshe nga pritshmëritë e zëvendës kryeministrit Mexhiti për rishikim të kabinetit. Shefi i qeverisë pranoi se në koalicionin me Vlen marrëdhëniet janë të shkëlqyera. Përplasjet brenda koalicionit Vlen nisën pas debateve mbi mënyrën e përfaqësimit të tyre në zgjedhjet e ardhshme vendore dhe nëse do të përfaqësohen me kandidatë të përbashkët apo në logon e çdo partie. Zëvendës kryeministri dhe omologu malazez Ervin Ibrahimović dhe përfaqësues të qeverisë qendrore dhe vendore, trupit diplomatik dhe qytetarë të Ulqinit. Në fjalën përshëndetëse, ministri Hasani u shpreh se në një kohë kur Shqipëria dhe Malezi janë aleate dhe ndajnë një vizion të përbashkët për paqe, stabilitet dhe integrim evropian, ky hap përfaqëson një shtyllë të rëndësishme për themelimin e bashkëpunimit në të gjitha nivelet politike, ekonomike, kulturore dhe njerëzore. Për ministrin e jashtëm të Shqipërisë, kjo konsullat do të jetë një nyje strategjike për të ndihmuar në forcimin e shkëmbimeve tregtare, promovimin e investimeve dhe rritjen e mundësive për zhvillim të qëndrueshëm, veçanërisht në sektorë si turizmi, energjia dhe infrastruktura. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkimi Evropian pranon se janë bërë gabime në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Shefja e politikës së jashtme të bllokut Kaja Kallas deklaroi se Unioni është duke shqyrtuar gabimet dhe atë se çfarë shkon mirë dhe çfarë jo në bisedimet ndërmjet dy vendeve. Çfarë është më rëndësi për ne është normalizimi i marrëdhënieve, sepse pa këtë asnjëra nuk mund të ecë përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, tha Kaja Kallas nga Podgorica. Merret në intervistë për Radion Europa Lir. Ajo deklaroi se Bashkimi Evropian është interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër. Situata e sigurisë në Kosovë ishte në thelb të takimit ndërmjet presidentes Vjosa Osmani me të ngarkuarën me punë të ambasadës së SBA-s Anu Patripati. Takimi vjen pas ndalimit të 16 serbëve në Gjakov dhe Prizren. Presidenca zbardhi takimi ku thotë se Osmani dënoi tendencat e Serbisë për të destabilizuar vendin dhe rajonin me veprime të koordinuara me grupe kriminale serbe. Osmani tha se Kosova nuk duhet të tolerojë asnjë ndërhyrje që rrezikon paqen dhe sigurinë e qytetarëve. Nga hetimet e deritanishme kanë treguar se këto grupe kishin ndërlidhje me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe si dhe anëtarë të grupit terrorist të Banjskës, thuhet në njoftimin e presidencës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.